urdhrin e gjithë ngjarjeve që zhvillohet në raport Rusi dhe Ukrainë, natyrisht që pas refuzimit të ofertave nga presidenti Trump që ju bëri Kremlini, atëherë pres sankcionet që nga Bashkimi Evropian, por nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillojnë duke u sforcuar ndaj Kremlinit zyrtar. Megjithatë, Rusia ka filluar që përgjigjet ndaj këtyre sankcioneve edhe me provokime të ndryshme, duke shkelur edhe zonat e tjera të shteteve anëtare të NATO-s, dhe me këtë ka qëllimin që të testojnë një farë lloj uniteti brenda vetë NATO-s dhe brenda vetë perëndimit. Kështu që në ditët e ardhshme perëndimi, kur flas për perëndimin, flas për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pres që t'i sforcojnë sankcionet ndaj Rusisë, dhe kjo do të ishte një lajm i mirë edhe për vetë Zelenskin, pasi që do të mund t'i krijonte një mbështetje qoftë në terren, në betejë me ushtrinë ruse, por edhe një moral të ngritur tek populli ukrainas. E qartë, zoti Azeri, të mos harrojmë këtu se kemi pasur një paketë për 18 të sanksioneve nga ana e Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Mendoni se një paketë 19 do të kishte vërtet ndikim real? Besoj që edhe paketa e 18, edhe ajo e 19 ka ndikime të tyre reale, po mos të ishin disa shtete brenda Bashkimit Evropian që po vazhdojnë tregtinë me Rusinë, sidomos në drejtim të blerjes së gazit. Ne kemi edhe paralajmërimin e presidentit kryeministit hungares zotit Orban se ai do të vazhdojë për blerjen e gazit rus. Pastaj kemi po ashtu deklaratat e presidentit slovak Fico se Slovakia nuk do të ndalojë tregtin, sidomos blerjen e gazit nga Rusia, dhe këto janë të qara që shkartojnë mjaft probleme, pasi që Rusia mund të përdor këto dy shtete për të bërë shitjen e gazit të saj edhe për shtetet e tjera në paketimin qoftë për Hungarinë apo qoftë për Slovakinë. Pra janë këto qarat që janë duke damtu Bashkimin Evropian sa i përket instrumentit të saj të sankcioneve ndaj Rusisë, dhe një farë forme po e trimrojnë edhe vetë Moskën zyrtare që të vazhdoj luftën në Ukrainë, por edhe të vazhdoj politikën provokuese dhe agresive edhe ndaj Bashkimit Evropian. E qartë, mirë, zoti Azeri, pyetja e fundit për ta mbyllur pjesën e para, mund të shihet vërtet zhgënjimi i presidentit të SBA-s Donald Trump, i cili ka deklaruar disa herë se është i zhgënjur nga presidenti rus Vladimir Putin, dhe kjo të sjellë një mundësi pra që Washingtoni të rreshtohet më afër me mbështetjen ndaj Kievit? Kjo është, do të thoja, edhe një shpresë për vetë Kievin zyrtar. Nëse presidenti Trump vendos që tashmë deklaratat e tij në publik t'i kthejë edhe në veprime, atëherë ne mund të presim një një Amerikë apo një administratë të presidentit Trump shumë të angazhuar në krah të Ukrainës, dhe kjo do të përcillet qoftë me ndihmë ushtarake, qoftë edhe me sanksione të tjera ndaj Moskës, kështu që përbën një momentum të ri për vetë Ukrainën, por edhe për zhvillimin e luftës në raport me Rusinë, ku mund kemi rezultati i terrenit mund të jetë shumë shpejt në favor të Ukrainës, pasi që Ukraina mund të marrë mjaft armatim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndihma financiare që po ashtu janë të nevojshme për Kievin zyrtar, edhe pse flitet atje për një korrupsion mjaft madh brenda qeverisë
të zotit Zelenski, por edhe mrena vetë asaj që quhet strategji ushtarake mbrojtëse e Ukrainës. Megjithatë, pres që presidenti Trump nga fjalët tashmë të kaloj në vepra, pasi që përgjigja e Moskës ndaj ofertës së tij për sjell paqe në Ukrainë tashmë është negative. E qartë. Mirë, zoti Azeri, për të kaluar te Kosova, sa i përket vendimit të SBA-s pra për ndërprerjen e dialogut strategjik pra SBA-Kosovë, si e keni parë këtë pesullim dhe cilat do të jenë ndërkaqe dhe pasojat që do të sjellë dhe nga ana tjetër, si e keni parë deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti sa i përket këtij vendimi? Vendimi i Shtetit të Bashkuara të Amerikës për ta pesulluar dialogun strategjik me Kosovën vjen në një situatë jo fort lehtë për Kosovën, duke pas parasysh edhe krizën politike dhe institucionale që tashmë po vazhdon që nga përfundimi i zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Është një negotikje e rëndë për vetë Kosovën, për vetë qeverinë e Kosovës dhe për vetë procesin e do të thoja të vazhdimit të njohjes të Kosovës dhe forcimit të subjektivitetit të saj ndërkombëtar. Kjo ndërprerje e këtij dialogu në kupton se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ndihmojnë Kosovën në sigurimin e njohjeve të reja, në antarësime në organizata ndërkombëtare, po ashtu kjo ndërprerje përfshin edhe ndaleset e fondeve, qofshin ato fonde për të avancuar forcën e sigurisë të Kosovës, që ofshin ato fonde për të avancuar segmentin apo sferën e arsimit dhe zhvillimin ekonomik. Pra është një dëm që bëhet në shumë sfera, në shumë anë. Dhe përgjegjja e kryeministrit në detyrë ndaj këtij hapit të ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një e papranueshme, pasi që sillet si dikush mos përfillës ndaj një procesi të ndërprerë që ka karakterizuar raportet Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo do t'i ketë, si thash më parë, pasojat e veta edhe ekonomike, edhe politike, edhe të diplomacisë, por edhe në rrafshin e sigurisë. Zoti Azeri, a shihet si një mesazh kritik ndaj kryeministrit aktual pra të Kosovës Albin Kurti, ku ambasada amerikane deklaron se ne kërkojmë një partner i cili pra shmang veprime destabilizuese? Gjatë gjithë qeverisjes së tij, zoti Kurti është karakterizuar me një kokëpërtësi të tij dhe një mosgatishmëri të tij për të koordinuar e bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si aleatin tonë kryesor strategjik që kemi. Dhe veprimet e tij kundër këshillave të administratës amerikane, kundër sugjerimeve të tyre kanë qenë gjatë gjithë mandatit të tij qeverisës, që po i bën tani 5 vjet. Dhe tani është sikur është mbushur kjo kupa. Dhe ky reagim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka ardhur aty për aty. Mirë po, është mbushur kupa gjatë gjithë qeverisës së zotit Kurti, me kokëpërtësinë e tij, me mospranimin e tij për të dakorduar dhe bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos me veprimet e ndërmarra në veriun e vendit. Kjo ka bërë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës më në fund edhe t'ia tregojnë zotit Kurti terën, duke treguar se atyre tashmë ju duhet një partner tjetër. Ju duhet një partner tjetër, është të vazhduar bashkëpunimin me Kosovën. Ata zakonisht deklarojnë se nuk Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin popullin e Kosovës, por jo edhe qeverinë aktuale. Edhe një grisela që besoj do duhet të ishte interesante edhe për shikuesit e televizionit, kur flasin për raportet e Albin Kurtit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Kurti ideologjikisht është një majtist
ekstrem që është kundër kapitalizmit. Dhe të jesh kundër kapitalizmit, kjo të nënkupton se s'mund të jesh edhe pro-amerikan. Dhe fryma anti-amerikane që sot ne hasim Kosovë, them kur ka dalur komunikata nga ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ne kemi pasur në rrjetet sociale sulmet pa para për të ngarkuarën amerikane në ambasadën e Amerikës në Prishtinë këtu. Dhe kjo tregon se kjo frymë anti-amerikane është ndërtuar plot 20 vjet. Dhe çdo vrejtje, çdo që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besimtarët, nëse mund ta quaj kështu, të Albin Kurtit janë munduar ta paraqesin si një triumf të Albin Kurtit, gjoja se ky nuk i përkulet as Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe këto gjëra sigurisht janë parë, janë dëgjuar nga ambasadat dhe shërbimet tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Prishtinë, dhe po them, nuk është diçka që ka ndodhur rastësisht. Ky vendim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ndodhur si rezultat që zoti Kurti e ka mbushur kupën që thuhet për mos koordinim e mos bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mos dëgjimin e sugjerimeve të tyre, sidomos që kanë pasur të bëjnë me disa veprime në veri të Kosovës. E qartë, mirë. Zoti Azeri, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Faleminderit juve. Faleminderit shumë, kënaqësi. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij emisioni, bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.